Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. 9 inspektor të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural u pezulluan nga gjykata e Korçës pas zbulimit të abuzimeve të tyre në detyrë. Disa prej inspektorëve të kësaj agjencie dyshohet se kanë shpërdoruar detyrën duke falsifikuar të dhëna në aktet e verifikimit për fermerët përfitues të skemës kombëtare të mbështetjes. 9 dyshuarit nuk kryenin kontrolle në teren dhe dyshohet se kanë përfituar në mënyrë korruptive shuma që varionin nga 10 deri në 50.000 lekë të reja për çdo aplikim me qëllim kualifikimin e padrejtë të fermerëve për subvencione. Gjykata e Korçës ka vendosur masa sigurie për 9 persona pas zbulimit të një skeme abuzive të shkeljeve në detyrë nga punonjës të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural. Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Korçë ka caktuar masat e sigurimit personal me karakter shtrëngues, pezullimi i ushtrimit të një detyre apo funksioni publik dhe detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore për 9 dyshuarit si të përfshirë. Konkretisht, Andrea Mia, Julian Zgura, Entela Gjata, Ermal Libri, Dritan Çela, Përparim Rustemi, Bruno Berberi, Endrit Ferrati dhe Fatos Ibi. Burimet zyrtare thanë se gjatë hetimeve u dokumentua se disa prej inspektorëve të kësaj agjencie dyshohet se kanë shpërdoruar detyrën duke falsifikuar të dhëna në aktet e verifikimit për fermerët përfitues të skemës kombëtare të mbështetjes. Punonjësit akuzohen se nuk kryenin kontrollin në teren për gjendjen faktike të kafshëve, ndërsa dyshohet se kanë përfituar në mënyrë korruptive shuma që varionin nga 10 deri në 50.000 lekë të reja për çdo aplikim, me qëllim kualifikimin e padrejtë të fermerëve për subvencione. Dyshohet se veprimtaria e tyre kriminale ka shkaktuar një dëm të konsiderueshëm ekonomik në buxhetin e shtetit, ndërkohë që hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë dhe vënien e tyre përpara përgjegjësisë ligjore. Kushtetuese mbledh të martën kolegjin për të filluar shqyrtimin e padisë e Edi Ramës kundër pezullimit të numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Kolegji i përbër nga Xhafer Llari, Bejtja dhe relatori Beci pritet të nisë me kërkesën për pezullim të përkohshëm të njërës mas të GKK-s deri në gjykim të padisë në themel. Xhafer Llari, që zvendëson Zaçajn, ka kërkuar disa ditë kohë të njihet me çështjen, e cila po shndërrohet në çështjen më të rëndësishme politike të vitit. Gjykata kushtetuese shtyu këtë të njëjtë vendimin për kërkesëpadinë e kryeministrit Rama për çështjen e masës së pezullimit të numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Mbledhja e kolegjit të gjykatës ose treshja e gjyqtarëve kushtetues mori kohën deri të martën e javës së ardhshme për të vendosur nëse do e pranoj apo rrëzoj kërkesën për të shqyrtuar në themel me kërkesë të njërës prej gjyqtarëve Marsida Xhaferdari. Gjyqtarja Marsida Xhaferdari ka zëvendësuar Holta Zaçajn në trup dhe është njohur me aktet vetëm të mërkurën, ndërkohë rregulloria e gjykatës e parashikon të paktën 2 ditë para vendimarrjes. Kolegji u mblodh ditën e sotme sipas planifikimit, me kërkesë të gjyqtares Marsida Xhaferdari, e cila kishte marrë njoftim për aktet pas ditën e datës 26/11/2025 dhe në përputhje me nenin 24 të rregullores për procedurat gjyqësore, i cili parashikon se gjyqtarët duhet të kenë në dispozicion kërkesën dhe aktet e kërkesës të paktën 2 ditë përpara mbledhjes së kolegjit. Treshja për të shqyrtuar në dhomë këshillimi çështjen e pezullimit të zëvendës kryeministres Balluku ishte përcaktuar më parë nga Sander Beci, relator dhe dy gjyqtarët, Sonila Bejtja dhe Holta Zaçaj. Ky afundit të mërkurën u pasua nga gjyqtari Asim Vokshi, duke bërë që trupa e treshës të mos formohej. Të njëjtën, në vendin e Zaçajt është caktuar gjyqtaria Xhaferdari, duke kërkuar kohën e nevojshme për shqyrtimin e padisë së Ramës. Ndërkohë të martën e javës së ardhshme do të vendoset nëse rasti Balluku do të kalojë për shqyrtim në themel apo do të rrëzohet. Në çdo rast, vendimi duhet të jetë unanim. Nëse ka ndarje votash, çështja kalon për shqyrtim në trupën e 8 gjyqtarëve. Rama ka kërkuar prej gjykatës kushtetuese dhe heqjen e masës së pezullimit për Ballukun, duke argumentuar se pengon veprimtarinë e Këshillit të Ministrave deri në shqyrtim të themelit të çështjes. Kërkesa e qeverisë është fuqizimi i masës ndaj Balluku me argumentin se është antikushtetues. Ndërsa sot ka ardhur dhe për herë të parë një reagim politik nga ana e socialistëve pas sulmeve disa javore të Partisë Demokratike ndaj numrit 2 të qeverisë. Tauland Balla ka replikuar me Sali Berishën duke i quajtur shpifje të këtij sulmet, sidomos ndaj mikut të tij rumun, ish kryeministrit Viktor Ponta. Në vendet e Bashkimit Evropian, jo në një, por në një numër rastësh janë vendosur masat
e pezullimit para vendimit përfundimtar të dënimit nga gjykata, që të njëjtën fat pati edhe probatimi e Edi Ramës dhe Taulant Ballës Ponta. Pa i çbëri, ai sa e mori vesh që gjykata po e pezullonte dha dorëheqjen. Pakor pas këtyre deklaratave të Sali Berishës, kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla akuzoi kryedemokratin për mashtrim publik dhe i kujtoi se është i fundit që mund të komentoj vendimet e gjykatave. Të dëgjosh leksione nga bufi Sali Berisha mbi vendimet e gjykatave është një lloj sikur të dëgjosh shejtanin të shpjegoj psalmet e Biblës apo suret e Kuranit. Asnjë nga këto raste nuk ka lidhje me rastin që duhet t'i jap zgjidhje gjykata kushtetuese në Shqipëri. Nuk ka asnjë rast në Europë, madje as në botë, ku një ministër të jetë pezulluar nga detyra. Sipas Ballës, dorëheqjet e përmendura nga Berisha këtë të njëjtën nuk lidhen me një vendim pezullimi të ushtrimit të detyrës. Balla ju përgjigj akuzave të Berishës edhe për ish kryeministrin rumun dhe mikun e tij Viktor Ponta. Sa për mikun tim Viktor Ponta, ta kam thënë dhe po ta përsëris, sulmi yt i përhershëm ndaj tij lidhet me faktin që ishte kryeministri më i hapur rumun për njohjen e Kosovës, diçka që ty s'të pëlqen, dihet si dhëndër i Serbisë që je. Kryetari i Bashkisë së Ersekës, Erion Isai, ka qëndruar disa orë në ambientet e SPA, ku është pyetur nga prokurorët special. Isai është në akuzë për tenderin e një rruge, por sot ai është pyetur lidhur me një tjetër dosje, ku ai është i pandehur dhe me disa të tjerë për tenderin e ujësjellsave për 14 fshatra të bashkisë së tij. Tenderat për ujësjellsi në 14 fshatra kanë rikthyer në SPAK të njëjtën kreun e bashkisë së Kolonjës Erion Isajin. Mësohet se ai është marrë në pyetje nga prokurori i posaçëm Dritan Premçi dhe hetues të Byros Kombëtare të Hetimit, lidhur me procedurat që janë zbatuar për dhënien e tenderave për të ndërtuar ujësjellsat në Bashkinë e Kolonjës. Erion Isaj doli pas 2 orësh marrje në pyetje nga organi i akuzës dhe nuk pranoi të flasë para kamerave. Në shtator të këtij viti, Erion Isaj është marrë zyrtarisht i pandehur nga prokuroria e posaçme për krye të veprës penale shkelje barazisë dhe pjesëmarrjes në tender apo ankande publike. Bashkë me të pandehur morën edhe 5 zyrtarë të tjerë të bashkisë Kolonjë. Sipas SPAK, hetimi lidhet me 2 episode ku dyshohet se janë kryer këto vepra penale. E para lidhet me tenderin e rrugës Korçë-Ersek, që u dëmtua, ndërsa episodi i dytë sipas SPAK lidhet me një hetim për sa i përket tenderave të dhënë nga ujësjellës kanalizime në Bashkinë e Kolonjës. Sa i përket tenderave të ujësjellës kanalizimeve, dyshohet se janë favorizuar kompani për të shpallur fitues. Gjatë 2 viteve të fundit, Isaj është paraqitur disa herë në SPAK, ku ka dhënë shpjegime lidhur me procedurat e ndjekura në disa tendera. Në fund të muajit shtator, SPAK vendosi të zgjas deri në shkurt hetimet për kryebashkiakun e Kolonjës, por edhe për 5 zyrtarë të tjerë të bashkisë, që akuzohen për veprat penale, shkelje barazisë në tendera, shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh. Sikur të mos kishte ndodhur asgjë pas disa javësh replika dhe bojkote të pjesshme, demokratët sot janë rikthyer në Komisionin e Reformës Territoriale, ku punimet kanë vazhduar pavarësisht diferencave mes palëve. Majoranca propozon disa ndryshime në 2 ligje të sistemit të drejtësisë. Ndryrja kryesore ashpërson kriteret për përzgjedhjen e anëtarëve të KLG-s dhe KLP-s, të cilët do t'i nënshtrojnë një verifikimi të thelluar për pasurinë dhe pastërtinë e figurës. Prokurorët me masa ndëshkuese nuk do të mund të marrin kur poste drejtuese në institucionet e tyre. Socialistët propozojnë ndryshime në reformën në drejtësi, amendamentet e depozituara në kuvend dhe që mbajnë firmën e deputetit Olsi Komici, parashikojnë korrigjime në 2 ligje të sistemit të drejtësisë, atë për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Ndërhyrja kryesore është ashpërsimi i kritereve të pasurisë dhe integritetit të figurës për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor që vijnë nga jashtë sistemit të drejtësisë. Kandidatët do t'i nënshtrojnë një verifikimi të thelluar duke nisur nga avokati i popullit, Inspektoriati i Lartë i Kontrollit të Pasurive, prokurorit, tatimet e të tjera institucione. Verifikimi i plot i pasurisë dhe figurës përfshin vlerësimin e saktësisë së deklarimit dhe kontrollin e pasurive, ligjshmërinë e burimit të krimit të tyre, përmbushjen e detyrimeve financiare, përfshirë interesat privat për kandidatin, për magjistrat dhe për personat e lidhur të tij, identifikimin e kontakteve të papërshtatshme të kandidatëve me personat përfshirë në krimin organizuar, si dhe identifikimin e sjelljeve të papërshtatshme etike dhe morale të kandidatëve, të cilat kërcënojnë besimin e publikut në sistemin e drejtësisë.
Ligji parashikon që asnjë gjyqtar apo prokuror që ka marrë një masë disiplinore nuk mund të vendoset në krye të gjykatave apo prokurorive përkatëse. Një rol thelbësor në përzgjedhjen e tyre do të ketë dhe prokurori i përgjithshëm, i cili do të jap opinion mbi kandidaturat. Përfshirja e prokurorit përgjithshëm në formën e dhënies së një opinioni për vlerësim të mëtejshëm nga KLP së bashku me kriteret e tjera ligjore, i shërben ushtrimit të kompetencave të tij në mbarvajtjen e punës organizative dhe administrative në prokurori, si dhe në drejtim të vlerësimit të performancës së zyrave të prokurorisë. Projekt ligji parashikon që përmes një dispozite kalimtare, derisa të kryhet procesi zgjedhjeve të drejtuesve të rinj, kryetarët aktual të gjykatave dhe prokurorive, që nuk kanë një emërim të rregullt, do të konsiderohen të zgjedhur deri në 31 dhjetor të 2028-s. 9 vite nga reforma në drejtësi, kjo është hera e parë që Kuvendi po diskuton korrigjime në 2 prej ligjeve të drejtësisë, edhe pse kjo iniciativë i ka zanafillat që në 2022-shin, për miratimin e tyre kërkohen 84 vota. Në relacionin e shumicës thuhet se këto ndryshime janë bazuar tek rekomandimet e institucioneve të drejtësisë dhe kanë pëlqimin e Bashkimit Evropian dhe misionit amerikan OPDAT. Ato synojnë të garantojnë pavarësinë, pa-anësinë dhe llogaridhënien e magjistratëve me qëllim ndërtimin e një sistemi drejtësie të pavarur, të pa-anshëm, të drejtë e profesional, të besueshëm dhe të orientuar drejt shërbimit ndaj qytetarit. Ilir Meta, i cili ka kërkuar vullnetarisht të dëshmojë në SPAK për 21 janarin, thot se ka prova të reja dhe dokumentat klasifikuara për këtë ngjarje, ndërsa avokati i tij thot se Meta do të flasë me emra kur të jetë para prokurorit që ndjek hetimin. Oferta e Metës u përsërit në ditën kur gjykata e lartë hodhi përfundimisht poshtë kërkesën e tij për ndryshim mase sigurie. Pak ditë pasi kërkoi SPAK që të dëshmonte për 21 janarin si person që ka dieni, Ilir Meta pretendon se për krimin shtetëror të vitit 2011, ku vran 4 protestues, zotëron prova konfidenciale. Dhe ju e dini që shpjegimet e zotit Meta janë shpjegime jo vetëm me fjalë, por janë shpjegime të cilat do i pasqyroj edhe me prova, me akte, ndoshta edhe me dokumenta të cilat deri sot nuk janë bërë publike për shkak të konfidencialitetit të tyre, të rëndësisë të tyre, sepse dokumentat, ka disa dokumenta që janë sekret, edhe sekret shtetëror, po deshët ju, që aksesin për to i ka vetëm organi procedurës. Zoti Meta bën fajtor ata cilët janë aty në video, në audio, edhe në të gjitha dokumentat në shkencët janë aty. Emrat do t'i nxjerr zoti Meta kur ai të dëshmoj përpara prokurorit. Këtë të njëjtë, për Ilir Metën u zhvillua një tjetër seancë në gjykatën e lartë, ku ai kërkonte të dilte nga qelia, për trupat gjykuese shkallës së tretë të gjyqësorit, vendosi që të rrezojë rekursin e Ilir Metës duke lënë në fuqi vendimin e apelit të gjykatës së posaçme, çka do të thotë se Ilir Meta do të vijojë të mbahet në paraburgim. Të njëjtën në gjykatën e posaçme është shtyrë sërish seanca paraprake në ngarkim të Ilir Metës. Shkak për këtë shtyrie është bërë avokati i ri Ilir Metës, i cili kërkoi kohë për të njohur me aktet e dosjes hetimore. Ndërkohë gjykata e posaçme pranoi kërkesën e Ilir Metës, i cili ishte edhe vetë i pranishëm në sallë, që t'i vinte në dispozicion aktet hetimore dhe të seancave paraprake. Për Ilir Metën, SPAK dërgoi në gjyq dosjen hetimore për 3 hetime: aferën CSDia, lobimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe hetimin pasuror. Meta ndodhet në burg që nga tetori 2024, ndërsa ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi është nën masën e detyrimit të paraqitjes. Ligji i ri do të mbrojë më shumë denoncimet që vijnë nga vetë brenda administratës publike për shkelje ligjore, sidomos për tendera publik. Punonësit e administratës që denoncojnë shkeljet nuk do të mund të largohen nga puna, as të pezullohen, as të transferohen apo të nënshtrohen dëshkimeve financiare. Masat kërkojnë të rrisin besueshmërinë e administratës dhe të stimulojnë denoncimet e shkeljeve nga e prorët. Zbardhen emrat e 24 personave të arrestuar nga aksioni përbashkët i prokurorisë italiane dhe shqiptare për goditjen e trafikut të drogës. Mes 4 të arrestuarve në Shqipëri është edhe një ish oficer i operacionales, aktualisht efektiv i antiterrorit, i dyshuar se u ka dhënë trafikantëve sekrete hetimore në këmbim të parave. Një operacion i përbashkët i prokurorisë së Breshjas dhe SPAK në Tiranë goditi një grup të trafikut të drogës që përbëhej nga 22 shqiptar dhe 2 italian. Në Shqipëri janë arrestuar të akuzuarit: Asti Lupi në Durrës, Erald Salla në Cërik, Altin Sheaj në Kavaj dhe Igli Axhiaj, ish oficer i forcave operacionale.
i cili akuzohet se ka bashkëpunuar me grupin kriminal duke dekonspiruar hetimet ndaj tyre. Konkretisht, Axhia, i cili punonte së fundmi si oficeri antiterrorit, akuzohet nga SPAK pasi dyshohet të ketë nxjerrë sekrete hetimore te grupi i trafikut të drogës në këmbim të parave që përfitonte prej tyre. Operacioni përbashkët i prokurorisë së Breshjas dhe SPAK u krye në Itali dhe Shqipëri, ku edhe dy të dyshuar u shpallën në kërkim pas hetimit që ka zgjatur 5 vite. Gjykata e Breshjas ka nxjerrë në total 24 masa sigurie, ndërsa në Itali janë vënë në pranga 10 persona. SPAK tha se ky grup i strukturuar kriminal dyshohet se ka importuar lëndë narkotike nga Amerika e Jugut në veritë e Europës dhe më pas e ka transportuar drogën me automjete të tonazhit të rënd drejt Italisë. Autoritetet italiane kanë sekuestruar një sasi të konsiderueshme kokaine mbi 1300 kg. Kjo sasi, pasi ka hyrë në territorin italian, dyshohet se është përndarë në 6 baza logjistike operative të krijuara nga grupi kriminal në të gjithë vendin. Gjithashtu sekuestruan 550.000 euro cash, 10 automjete, një pistolet, si dhe 130 kg lëndë narkotike kokain dhe heroin, që në treg do të kishin vlerën e rreth 12 milion eurove. Autoritetet italiane thanë se rjeti kriminal kishte baza përveç Breshjas edhe në Lecce apo Brindisi. Dy radikalët që u arrestuan në Horosh pas rezistencës ndaj Reneas do të mbeten pa afat në qelim. Gjykata e Shkodrës vendosi burg pa afat për Erzen Ukën dhe Julian Cumrakun, të dy dyshohen edhe për lidhje me grupe terroriste, veç kundërshtimit të policisë dhe mbajtjes së armëve. Në kullën ku qëndronin të ngujuar në fusharës u gjet një flamuri ISIS dhe armë apo municione. Mirë, le të ndryshojmë temën e informacioneve tona atje ku në zemër të traditës shqiptare, aty ku mikpritja dhe kulinaria janë pjesë të një njëjtit ritual. Sofra e Ariut mirëpret festat kombëtare me një atmosferë të veçantë dhe përveç menus dedikuar me gatime tradicionale, Sofra e Ariut sjell për herë të parë ekspozimin e kostumeve tradicionale të zonave të ndryshme. Restoranti ofron edhe ambiente private dhe komode për të festuar larg zhurmave dhe sa më pranë natyrës. Një ndër restorantet më të njohura në kryeqytet do të ofrojë një organizim të veçantë për festat kombëtare. Sofra e Ariut ka përgatitur një menu të dedikuar me gatime tradicionale, duke rikthyer shijet e vjetra në një formë të kuruar dhe bashkëkohore. Përveç menus në këtë ambient të ngrohtë familjar, risi në festat kombëtare do të jetë edhe ekspozimi i kostumeve tradicionale nga zona të ndryshme të Shqipërisë, duke ofruar vizitorëve një udhëtim në histori. Ajo që pikas është xhubleta. Këtë vit, me rastin e festave 28-29 nëntorit, për çdo person që don të shikojë dhe më nga afër, Sofra shpërtej një restoranti dhe përfshi një koleksion shumë të bukur veshjesh të trojeve etnografike që përmban me mbi 1000 pjesëza. Çka mund të veçojmë është xhubleta e vajzës që ka vendosur të mos martohet. Po ashtu edhe veshjet e tjera, siç është veshja për shembull e zonës grave të zonës Hasit, që është e zonës Krumës, edhe kjo është fund shekulli 19, fillim shekullit 20. Në Sofra Ariut, festat nuk kalojnë me vetëm shije të paharrueshme, por me rezervime komode dhe ambiente private, për të kaluar momente të paharrueshme, familjare, por jo vetëm. Një hapësirë e rikonceptuar plotësisht bashkon shërbimin e restorantit me atë të hotelerisë. Për vizitorët ofrohen edhe dhoma me standard të lartë, ambiente të qeta mes natyrës, por edhe një koncept të ri për qëndrimet në grup. Një risi e veçantë është mundësia për ta marrë të gjithë ambientin me qira, duke krijuar një hapësirë të rësisht private për familje, grupe shoqërore apo aktivitete të ndryshme festive. Është një ambient që t'i ofron të gjitha, të ofron relaksin, të ofron qetësinë, të ofron mundësinë për të organizuar dhe festuar evente të ndryshme familjare, shoqërore, duke ofruar një ambient totalisht larg zhurmave. Kuzhina në këtë ambient ofron kuzhinë gourmet, duke qenë shumë më pranë familjeve. Sofra e Ariut mbetet unike në autenticitetin e saj që e karakterizon në shije dhe mikpritje, për t'u shndërruar festat në momente të paharrueshme. Mirë, me mua në studio është bashkuar politologu i njohur zoti Roland Bejko. Zoti Bejko, mirë mbroma dhe kënaqësi që jeni me mua në ora e fundit. Faleminderit juve që na nxorët në këtë orë të vonë nga shtëpia për këtë emision. Po sigurisht do kemi gjëra shumë të rëndësishme për të thënë dhe pikërisht dua ta nis me një pyetje të drejtë për drejtë me ju.
Pse zoti Bejko në Partinë Demokratike përjashtojnë njerëzit edhe kur madje kundërshtojnë Flamur Nokën apo edhe Albana Vokshin dhe jo më Berisha? Sepse në Partinë Demokratike tashmë nuk është në ngjere kjo që do themi, ajo është një parti e bunkerizuar, një parti që i shërben vetëm një individi. Kemi thënë shpesher dhe në analizat që kemi bërë së bashku që ne Partinë Demokratike kemi në 3 forma të shfaqura. Është Partia Demokratike berishiste, ku këtu futen gjithë berishisto ekstremistët, gjithë ata të cilët qëndrojnë atë parti sepse është Berisha, e kanë karrierën e tyre politike vetëm se ua ka dhënë Berisha, dhe pa Berishën nuk do ishin asgjë në jetën publike. Aty në atë parti pastaj janë dhe demokratët, le themi që janë përtej berishistëve, këtu futen realistët, dhe gjithashtu në atë parti janë dhe konformistët, të cilët nuk janë berishist, sepse e din që është berishizmi, ma dje kanë qenë përballë berishizmi dhe e kanë goditur, po për shkak të karrierës të tyre personale, të karigeve dhe të interesave personale, janë konformuar me berishizmin dhe bëjnë pjesë në Partinë Demokratike. Prandaj kjo parti sot ka humbur identitetin, sepse të gjitha këto nuk mbështeten, të gjitha këto grupime brenda partisë nuk mbështeten mbi struktura ideologjike apo parimore, me përjashtim të realistëve, por mbështeten pikërisht vetëm mbi interesat. Për shembull, nëse ne themi ç'është një parti politike dhe japim përgjigje, ne bëjmë pyetjen ç'është një parti politike dhe japim përgjigje që një parti politike është bashkim vullnetar i njerëzve që ndajnë të njëjtat pikpamje politike, të njëjtin ideologji, por edhe interesa, këtu 2 të parat kanë rënë dhe aty kemi vetëm njerëz kryesisht që i bashkojnë interesat. Idealistët pastaj në atë parti nuk kanë punë fare. Idealistët janë demokrat në kuptimin si antar të Partisë Demokratike apo si mbështetës saj në vite, por janë jashtë Partisë Demokratike. Sepse janë ata të fundit të cilët i dolën përballë berishizmit, qëndruan, morën Kosovë dhe u larguan. Tani pjesa më e mirë e Partisë Demokratike atje janë vetëm realistët. Pjesa tjetër, këta berishistët, konformistët, ekstremistët janë pjesa që po e dëmton BD-n. Dhe ju bët pyetjen pse po përjashtohen. Përjashtohen sepse ata nuk kanë qëllim funksionin bazë që ka një parti politike, që është marrja e pushtetit. Ata kanë qëllim thjesht të ruajnë pushtetin brenda kësaj partie për të qenë të parët e opozitës shqiptare. Sepse kanë kthyer në ndërmarrje fitimprurëse atë parti. Fitojnë para, pasurohen. Më shkruaj një kuriozitet duke u bazuar edhe në kategoritë që ti përcaktove: berishistët, realistët, konformistët dhe kështu me radhë. Idealistët janë jashtë partisë. Ku bën pjesë Gazbardi? Dhe për ta vazhduar edhe më tej pyetjen, mendoni se ka nisur një puç brenda SHUP-it për të hequr Berishën? Sa mund të arrihet kjo? Dhe çfarë ndodh me Partinë Demokratike nëse kjo forcë politike do bjerë pikërisht në duart e Gazbardit? Ju bët 3 pyetje, në fakt, në një. Gazbardi, shiko, nuk doja të flisja për emra, por jemi detyruar të flasim për emra. Se këta përfaqësojnë diçka tani, nuk janë thjesht individ. Gazbardi bën pjesë e konformistëve, është lideri i konformistëve, sepse ka qenë përballë Berishës, është ai që ka qenë në krah të atyre idealistëve, të cilët i qëndruan përballë Berishës dhe rezistuan deri në një farë momenti të caktuar. Pastaj u konformua me Berishën për shkak të për interesat e tij personale ose ndoshta se mund ta ketë kapur Berisha. Në rast se Partia Demokratike bie në dorë të konformistëve, do jetë dhe më keq se sa të jetë në dorë të ekstremistëve. Pra nëse Partia Demokratike do bie në dorë të Gazbardit, po thua, do jetë edhe më keq. Po do jetë edhe më keq, domethënë sepse qytetarët nuk e falin dot. Sidomos një popull që është mësuar me heroizëm dhe me besnikëri, ku vetëm besa si nocion ekziston vetëm në këtë popull, dhe kur ti e thyen besën, atëherë ti je figura më e padëshiruar në publik, në mexhelis, në këtë, le të themi, në këtë shoqërinë tonë. Kështu që është tjetër gjë, berishistët janë besnik, shiko, dëgjoj se është interesante. Berishistët janë besnik të një ideje, të një doktrine që ka krijuar Berisha, që është thjesht vazhdimi i punizmit, mënyra autoritare e të qeverisurit, që mbështetur te idhujtaria, pra kanë krijuar një totem, që është Berisha, dhe në këtë totem ata besojnë, shkojnë falen, krijojnë rite, rituale, janë gati të japin jetën për të etj. Këta janë më të ndershëm.
kurse konformistët janë pjesa më e pandershme në politikën shqiptare. Realistët vuajnë aty brenda dhe sot kanë shpërthyer po të shikojë në studio televizive ishte shumë interesante. Gjithë kompozimi që u bëras këtu, kush i ka ndjekur para meje, domethënë, ose para se të fillonte ky emision, të ndiqte studio televizive shqiptare, do dallonte. Në një studio ishin realistët, në studion tjetër qenë berishistët, ku përfaqësohej nga Flëmur Noga, në një studio tjetër tek në një televizion qendror ishte lider i konformistëve, pra Gazbardi, dhe Ali Mehmeti që është e realistët, të cilët u mblodhen sot, ishte në një televizion tjetër. Dhe për çudi këta kishin një lloj komunikimi me njëri tjetrin edhe pse ishin në studio të ndryshme. Do të thënë duket sikur secili jepte dhe merrte mesazhe, sikur dikush ua dërgonte me telefon, dhe ata i kthenin përgjigje njëri tjetrit. Ishte shumë interesante. Për shembull, kur u pyet Gazbardi dhe i thanë si e komenton mbledhjen e sotme të realistëve, ata nuk e kanë këtë koncept e zhvillova unë, jam i pari që e kam zhvilluar këtë koncept. Por ata janë realistët dhe Gazbardi u përgjigj, u mblodhen për një kafe. Do të thënë kafe shoqërore. I pyetur realisti, do të thënë njëri prej realistëve, Ali Mehmeti, i thanë, si e komenton, Gazbardi ka quajtur kështu, ai tha, unë nuk përgjigjem për reagimet në Facebook apo kudo që të jenë, por unë them këtë që ne thot ai, dhe ky e bën që të jetë realist, kemi përballë thot një qeveri që nuk bie dot, që duhet bjeri por nuk bie dot, dhe një opozitë që nuk mbledh dot njerëz. Pra, me një fjali e perifrazoj gjithë situatën politike. Ju ndoshta berishisti që ishte në studion tjetër, ai fliste pastaj tjetër gjë. Ai thoshte, nuk duhet të merremi të diskutojmë reformimin e Partisë Demokratike, por ajo që duhet të diskutojmë sot është vetëm narkoregjimi. Kush diskuton për reformimin e Partisë Demokratike është tradhtar. Shikom, e kupton tani se ku jemi? Zoti Beko, është çik banale, ju ndoshta me të drejtë thoni që nëse Partia Demokratike do të bjerë në dorën e konformistëve, do të jetë edhe më keq dhe ta janë brenda, kanë pushtet brenda. Po patjetër. Edhe me shumë elegancë politike, ju Gazbardin e përsaktoni si liderin e konformizme, nuk e di pse kam iden se dikush tjetër do e përsaktonte ndryshe Gazbardin. Por megjithatë, çfarë duhet... Ti e ke fjalën për Kolballën? Jo, nuk e di se kush, por çfarë duhet të ndodhë në këtë forcë politike sipas jush që të bëhet alternativa, apo mendoni se Partia Demokratike do të vdes politikisht bashkë me Berishën? Ajo parti politikisht ka mbaruar. Sot nuk prodhon politik. Sot prodhon vetëm skenat tilla që plotësojnë teatrin politik ose estradën politike shqiptare. Nuk prodhon dot politik. Nuk ka ide. Madje edhe pse janë institucione ku mund të prodhonin politik, mund të jepnin politik siç është parlamenti, ata Berisha duke qenë se e ka në ADN jo politikën, del nga politika dhe duhet ta zhvillojë atë që ai e quan politik në parapolitik, pra e zhvillon në rrugë. Në këto kushte, do me thënë, ajo është një parti që ka vdekur politikisht, nuk prodhon asgjë, nuk është alternativë, nuk mbledh dot njerëz, është ajo që ka thënë Ali Mehmeti, dhe duke qenë këta realistët atje, që realistë o idealistët që kanë ngelur brenda MPD, po që nuk janë shumë trima, sepse ose janë o e kuptojnë që me Berishën nuk ndeshesh dot në atë parti, se ajo është parti e Berishës, po vuajnë shumë, ka një lloj ngërçi. Marrin një lloj guximi të kritikojnë këdo, po kur vjen der tek Berisha aty stepen. Kështu që ajo është një parti që ka vdekur. E vetmja mundësi që ajo të ngjallet është nëse këta, të cilët u mblodhen sot, që janë njerëzit më të votuar në gjithë qarqet e Shqipërisë, janë pa kusure, përgjithsisht emrat e tyre i pash dhe asnjëri prej tyre nuk ka kusure as së shkuar as së sotme, nuk do të tulaten, nuk do të tremben, se di çfarë do bëj Berisha sot, e di çfarë bën Berisha në këto momente. Në këto momente Berisha është duke thurur planin se si ti ndaj këta, ti tulasi, ti thyej, ti bëj që të rriqen. E para është Joshja, ai vjen nëpërmjet Joshjes, se është komunist i vjetër ai. Ai vjen nëpërmjet Joshjes në fillim. Pastaj, kështu e bën krimin ai, të josh në fillim. Nëse ti nuk e pranon Joshjen, të kërcënon. Dhe nëse ti prap nuk pranon, ta na temon. Ndoshta edhe të rreth. Dhe nëse ti prap nuk bindesh, atëherë të përjashton. Ata një zonjë ishte në Kamës dje, nuk bëri ndonjë gjë të madhe, thjesht i kërkoi llogari statuore sekretarit përgjithshëm dhe sot mora vesh të paktën nëpërmjet mjeteve, nuk e di sa e vërtetë është, që e kanë përjashtuar, siç e tha dhe ju në fillim të emisionit. Pra, për këtë nuk ka rëndësi, domethënë një parti që është në opozitë, e cila kanë nevojë qoftë edhe për një vot më shumë që të vi, këta largojnë njerëz, pse se nuk kanë qëllim pushteti. Dhe Berisha vetëm me anëtarët e Partisë Demokratike? Po, ata kanë dorë ai të përjashtojë, të tjerët i ka larguar, ai s'ka njëri, ai, domethënë ai po tregon. Berisha e ka thënë para disa kohësh, kur Bujar Leska i bëri dorëheqjen, dhe i bëri dorëheqjen e shoqëroi me një plan propozimesh,
se si Partia Demokratike të ndryshonte, Berisha e refuzoi. Berisha tha ato janë thjesht mendimet e bujarit. Po, e drejt. Dhe pse? Sepse tha, në këtë parti, në këtë moment ku jemi, që kemi përballë një narkoregjim, këtu duhet të rinë, tha ai, vetëm optimistët. Po. Kush nuk është optimist, të largohet. Pra, kush është pesimist, të largohet. Imagjino tani, në atë parti duhet të rijë optimistët, Flamuri, Albana, X, Y, do të thënë që ka Saliu atje, dhe këta optimistë të vënë të kërkojnë votat tek elektorati i gri. E imagjinon do tani që këta elektorati i gri që del sot në sondazhet e këtij televizioni më lart se sa vetë Partia Demokratike të vi të besoj, do të thënë, berishistët ose optimistët, që u thot Saliu. Se këta janë optimistët. Të tjerët aty, ata që janë të shqetësuar, nuk janë optimistë për gjendjen. Janë pesimistë ose realistë. Nga sondazhet që ju thatë, sulmet e Sali Berishës të fundit ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian, Gonzato, por edhe insinuatat ndaj komisioneres së zgjerimit të Bashkimit Evropian, zonjës Marta Kos, në një moment me tepër rëndësi për vendin, siç është integrimi në Bashkimin Evropian, por nga ana tjetër edhe artikulimet e Berishës që Shqipëria nuk e meriton hyrjen në Bashkimin Evropian, kur nga ana tjetër mbi 90% e shqiptarëve e duan këtë gjë, pra integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dikush do i konsideronte këto si teza anti-shqiptare. Nuk e di, për ju janë të tilla? Unë bashkoj me këtë. Kam ditë që më shqetëson ky fakt, mbi të gjitha më shqetëson fakti që nuk janë ngritur debate mediatike në televizionet të cilat nuk kontrollohen nga Sali Berisha, sepse ato që kontrollohen nga Sali Berisha nuk mund ta çojnë këtë argument për diskutim. Është veprimi më anti-shqiptar që mund të kryejë një politikan ose një qytetar që i thot vetë shqiptar, duke mbajtur këtë pozicion. Jo se kjo është një qeveri e përsosur, por kur vetë Evropa të jep një shans ty që po ta lësh Shqipërinë në duart të këtyre politikanëve ose në 35 vite nuk e kanë çuar dot kaq afër Evropës, saç Evropa po të afron sot, dhe ti ta refuzosh këtë gjë për kaprishot e politikës së brendshme, ndërkohë që ti je në pazar me atë që e quhen Ramaduro ose narkoshtet, je në pazar sepse vetëm ditët e fundit kemi 3 lajme. Kemi po ulet, edhe pse si njeh zgjedhjet, po ulet për reformën territoriale, po ulet për reformën kushtetuese, për t'i dhënë vetes duke ndarë parlamentin, le të themi, duke ndarë në 2 dhoma, në Senat edhe në Parlament, që të siguroj pushtetin e përjetshëm të vetes nëpërmjet Senatit, dhe e treta është komisioni zgjedhor. Pra, ti me këtë qeveri që e quan narkoshtet, ti ulesh, po negocion. Kjo është pjesa politike. Por mos fol pastaj për firmat që të lëshon ky narkoregjim ty dhe të afërmve tu, miqve të familjes për të ndërtuar kulla, resorte dhe çfarë duash, dhe investime publike, siç po na dalin tani. Në këto kushte, kjo është hipokrizi e qartë dhe është qëndrim anti-shqiptar. Në rast se ai, ju e keni dëgjuar se ai del dhe thotë unë jam misionar në politikë dhe nuk të riqem. Misionar, një misionar ka e para njerë politika nuk një misionar, në demokraci nuk ka misionar. Politika në demokraci ka përkohshmëri dhe jo misionar. Misionari është dikush që e fillon pra ti po thua që Berisha është misionar i anti-shqiptarizmit. Me sa duket se për PD nuk është misionar, se PD e shkatroi. Atëra për çfarë është misionar ky njeri? Është misionar të pengojë integrimin e Shqipërisë në Evropë, përparimin e Shqipërisë, zhvillimin e Shqipërisë, atë që e kanë cilësuar amerikanët, që e kanë nominuar si pengus të demokracisë, si minus të drejtësisë, si bashkëpunues me krimin organizuar dhe me korrupsionin. Po këtë po na vërteton për ditë. Dhe kjo është e pafalshme. Sepse realisht të kesh një qeveri të korruptuar të paktën në perceptimin publik, se është tjetër gjë puna që po bën drejtësia, ajo do të përshoj. Dhe nga ana tjetër të kesh një opozitë që nuk e rezon dot. E drejtë, por ajo çka më rëndësi ka është se Bashkimi Evropian vetë, komisionerja apo edhe të tjerë kanë thënë që Shqipëria ka bërë përparësi në hapa drejt integrimit, parashikojnë integrimin brenda 2030-s, hapjen e gjithë grup kapitujve brenda vitit 2027, ndërkohë Berisha del dhe thotë që Shqipëria nuk është e denjë për në Bashkimin Evropian. Kjo është akoma më e çuditshme. Po pra, Shqipëria ka bërë përparim, kjo është e dukshme që ka bërë përparim, sepse kemi për herë të parë paktën dhe nuk është e fshehtë dhe Evropa e pranon në fushën e drejtësisë, apo jo. Kemi përparim të dukshëm, për herë të parë po preken nga drejtësia të paprekshmit. Shqipëria ka bërë progres edhe në fusha të tjera. Por dhe Bashkimi Evropian punon me indikator. Ata kanë indikatorët e tyre.
Dhe këta indikatorë nuk janë falso, janë real. Kështu që kjo gjë nuk mund të bëhet. Ashtu siç kundër, Shqipëria në shumë fusha tjera nuk ka bërë progres, madje mund të ketë bërë dhe regres. Po çështja është që edhe për shkak të gjeopolitikës, Shqipëria do integrohet në Evropë dhe sikur falas të na jepnin, pa bërë asnjë lloj progresi, i bën mirë dhe opozitës që Shqipëria të integrohet në Europë. Pse? Sepse Europa është kusht, Europa është standard. Ajo të dikton ty që edhe nëse këtu s'ka zgjedhje të lira, nesër po të jesh antar i Bashkimit Evropian, do kesh zgjedhje lira. Dhe këtë gjë po thua do kesh votën. Dëshiroj edhe vetë Berisha. Duhet ishin më të interesuar bile. Zoti Beko, kam edhe një pyetje të fundit, por e di pse më fal, sepse nuk ndodhin në vendet e Bashkimit Evropian të manipulohet të rezultati. Nuk ndodh. Nuk ka ndodhur është diskutuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës rezultati. Në vendet e BE-s nuk në fras tillë, jo, nuk ndodh. Zoti Beko, edhe një pyetje të fundit në 1 minutë kohë, nëse mundesh. Nuk e dini si e shikoni ju lëvizjen të Zotit Meta, ish presidenti i Republikës, kur thotë që është i gatshëm të dëshmoj vullnetarisht në SPAK për çështjen e 21 janarit, madje ai thotë se ka dhe dokumenta të klasifikuara. Pse sot Meta pranon të dëshmoj vullnetarisht pas 15 viteve? Është një ping-pong që luhet dyshe midis Berishës dhe Metës për që gurin e ping-pongut ta përplasin në kokën e Lulzim Bashës. Do e thënë, Sali Berisha doli dhe mbrojti Bashën, tha ministri i brendshëm në atë periudhë ka respektuar ligjin dhe ka qenë korrekt. Ndërkohë që Sali Berisha është ai që nxori nga politika Lulzim Bashën, ose Lulzim Basha u vetë sakrifikua për të shpëtuar Berishën dhe doli nga politika duke marrë në qafë gjithë idealistët që e mbështeten. Mendon se do vetë sakrifikohet Basha në këtë rast për Berishën për sa i përket 21 janarit? E bën ai. Përderisa u sakrifikua politikë, e bën dhe për këtë, e besoj që e bën. Ta e burgun për Berishën? E bën ai, po, Kadria Zbiu që gjithaj burë dhe tha partia ime më dënon. Por Ilir Meta, tani, Berisha do me thënë po e vret Bashën nëpërmjet Metës. Vetë i thotë që po të kthej haraqin, me gjënë se më hape rrugën, ma letë të lirë dhe më dhe mundësin që ta merja Partinë Demokratike me mos reagimin tënd, duke qenë si që është e Basha vetë, pengu i mirënjohjes ndaj Sali Berishës, dhe Berisha bën në dukje si kur ja kthen borxhin, flet në mënyrë korrekte për Bashën, flet fjalë të mira, dërgon mesazhet e SPAK-u dhe nga ana tjetër i ka lëshuar Ilir Metën, siç di Berisha që nga njëra të hedh dorën në qafë, nga ana tjetër të jep karrotën. Zoti Bejko, faleminderit, ishte kënaqësi që ishit me mua. Faleminderit dhe ju. abcnews.al është ndërkohë adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Leontina Nika vjen vetëm pas pak me Pas Mesnata. Ju ftoj ta ndiqni.